Të akuzorit Muhamet Ali Dema e shpall fajtor me dënim burgu në kozgjate prit gjykata themelore në Prishtinë. Osnovni sud u Prištini. Departamenti special pas këshillimit dhe votimit. Nakon savjetovanja i veçanja. Sot me datën 02/02/2026, një zëri në emër të popullit U ime naroda. merr këtë aktgjykim. Donosi ovu presudu. Ndaj të akuzurit Muhamet Ali Demaj është fajtor Krivje. se ka kryer veprën penale në bashkëkryrje krime të luftës kundër popullsisë civile. Të akuzurit Muhamet Ali Dema e shpall fajtor dhe e gjykon me dënim burgu në kozgjate prej 13 viteve. Të gjykurit Muhamet Ali Demaj i vazhdohet masa paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimit, por jo më tepër se sa dënimi shqiptuar. Të dëmturit për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridik civil. Palët e pakënaqura me këtë aktgjykim ka të drejtë të ushtrojnë ankesë në formë të shkruar në afat prej 30 ditësh gjykatës së apelit përmes kësaj gjykate nga dita e pranimit të këtij aktgjykimi në formë të shkruar.